mishi, perimet, qumshti, djathi, vezët. Secila nga këto produkte kushtoi më shtrenjtë në muajin mars të 2025 sesa në muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Çmimet e konsumit në Kosovë kanë shënuar rritje për 2.9% në këtë periudhë njëvjeçare. Kështu thuhet në të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, në të cilat tregohet përqindja e shtrejtimit veç e veç. Kafe, çaj dhe kakao 17.1%, perime 8.7%, mish 8.3%, shërbime dhe pajisje personale të transportit 7.6%, qumësht, djath dhe vezë 7.1%, pemë 6.7%, pije alkoholike 6.3%, gazeta, libra dhe materiale për zyre 6.2%, shërbime hoteliere 5.8%, ujë mineral dhe pije jo alkoholike 5.4%, këpuc 5.4% dhe shërbime financiare dhe ambulantore të dyja 5.2%. Ndërkohë, rënja e çmimeve është vërejtur te lëndët djegëse të ngurta, si druri dhe peletët, minus 6.7%, karburantet dhe lubrifikantët për automjete, minus 5%. Këto zbritje kanë ndikuar në uljet e IHQ-s për rreth 0.6%. Shënjestër.net